shty në aksion kapiteni Kryeziu, rasti këtu, Almir Kryeziu. Mirë pasimi ty, vjen goditja dhe 2-0. 2-0 shënon Bleer Tolaj. Almir Kryeziu shumë i qete, pret momentin, jep pasimin dhe Tolaj arrit ta dërgoj topin në rrjet. Pati qops këtu, Ilir Abdulli. Fantastik këtu i Ballkani, 3-2 Tolaj përsëri mundësia dhe gol! Gol! I tregon facilitatëve Tolaj, më vendosni për ball me portierin dhe unë di si ta dërgoj topin në rrjet, asisti këtër për Giovanni Ribeiro. Besoj që ndeshjet me Malishevën gjithmonë janë të vështira, them drejtën se kemi pritë që do shkoj kaq lehtë, mirë po është një shenjë shumë pozitive që edhe kur kemi një hap falso zakonisht ne vazhdojmë prapë me fitore dhe kthehemi shumë shpejt tek fitore. Kjo tregon që jemi klub stabil dhe mendoj që në gjitha ndeshjet kemi treguar performancë pozitive që kjo tregon që gjatë sezonit do të jemi ndër pretendentët kryesorë për titull. Po, atmosfera është mjaft e mirë, shumë pozitive, sidomos kur edhe rezultatet ecin mirë dhe performancët janë të mira, atëherë normalisht edhe atmosfera në klub është mjaft e mirë. Besoj që këto prurjet e reja tani kanë filluar që të komponojnë dhe ta kuptojnë edhe sistemin e lojës, cilin e kërkon edhe trajneri, dhe besoj që në vazhdimsi vetëm do të ketë përmirësime dhe të metutjeshme dhe besoj që rezultatet e mira do vazhdojnë. Normal, kjo është ndjenjë mjaft e mirë, vetëm shënimi i golit është ndjenja, mund të them, më e mira në futboll, kështu që normalisht edhe ta marrësh një çmim të tillë është shumë e vlefshme për mua dhe e vlerësoj shumë. Normalisht i falenderoj Spori, shokët e skuadrës, pa të cilët nuk do ishte e mundur ky sukses dhe normalisht është vlerësim mjaft i mirë duke marrë parasysh gjithë kualitetet që kanë lojtarët në këtë ligë, të shpalla shylli i javës është një privilegj mjaft i madh.